Kreativiteti një djali të ri bëri që më shumë se 30.000 njerëz dhe një shtet i tërë të budallaiset. Fluturakja mbi stadionin e Partizanit e çmendi Serbin. Ju duk më shumë se me hy me ushtri dhe tankse. Por si reaguan fytyrat tona publike për këtë akt, e ndjekim materialin e parë për këtë mbrëmje. Unë jetoj ku që se marë frym, shqip, ku që se gjaku mrjedh, shqip. Bulkara kushtrimin Kosovë. Serbia edhe njëherë tregoi se sa e ligë mund tjetë ku në pyetje janë populli shqiptar. Ishte ndeshja e shumë pritur e Shqipërisë dhe Serbisë të martë mbrëma e cila nuk përfundoi me golla, por me një akt terrorizmi kundrejt lojtarëve shqiptar që ishin prezent në fushën e Partizanit në Beograd. Përveç se u cenuan flamujt, tifozot, logot e emri shqiptar në këtë stadium, huliganëve serb s'ju doli boll. Ata sulmuan lojtarët e kombëtarës me lloj-lloj mjeti, deri në një moment kur u ndërprej gjithçka. Shkaktar ishin mjetet piroteknike të hedhura në fushën nga në mediat vendore, serbe e botërore kjo ndeshje u bë kryelajm. Rrjetet sociale po përmendeshin në dy ngjyra të kuqe e të zezë. Por jo vetëm kaq, 9 gag, 8 facts, si dhe lojtarët të mëdhenj futbolli reaguan kundrejt sulmeve serbe ndaj 11 luanëve që kishte kombëtarja shqiptare në fushë. 11 që nuk ishte vetme në këtë padrejtësi, ata kishin pas vete të gjithë shqiptarët që realisht nxorën ndjenjat patriote. Në këtë ditë, edhe fytyrat tona publike ishin të zënë para televizionit dhe po shijonin atë që na u afrua rreth 40. Të shqipullonim kon shumë e habitur kur ka fillu me fluturuaj flamuri me dron, edhe thash kush në botë ka ujtë me bo këtë gjest kaq patriotik, kisha me thonë edhe me lshu flamurin edhe univa diçka në ekstrem një farëndjenje patriotike, fitova isha në gjendje edhe me kap televizorin për gëzimit me thy. Pastaj kur reagun djemtë tanë për flamurin sepse ai futballeri serb e mori, atëherë veç u kaplova tërsisht prej ndjenjave kombëtare dhe fillova me postu sa ma shumë, kisha me thonë tash më fal një shpe sharje ndaj Serbisë, lavdata për neve, për flamurin tonë, për luanët tonë, kështu që unë jam ndje prom prej mas luftës, do më thonë hera e parë që kom pas prom atë ndjenjen patriotike ka qenë ajo, dhe jam totalisht halan në ata tripa. Një ndjesi krenarie e madhe, gati në përlotje, na pushtoi gati sa zemra po na shkuli, në fakt. Të emocionuar, të ngjethur gjithë nga ai veprim, jashtëzakonshëm do thoja. Mesin e 10.000 njerëzve në midis Prishtinës, përgatitur emocionalisht për një ndeshje me tension, edhe ti për një moment e sheh simbolin tënd, një simbol që ndërlidhet me gjithë shqiptarët ku janë, edhe me dy figura historike të zgjedhura me kujdes, edhe normalisht në mesin e shumë njerëzve që unë besoj që çdo biletë të ne ka pas një kriter për shqiptë, dhe ato është mi urrejt shqiptarët. Për ndyshe nuk ka marrë bilet, dyshoj që ka marrë bilet mes në marrë. Dhe reagimi i futbolistëve tanë, i cili ka qenë një gjest shumë për më admiru dhe për forma se si e mbrojtën pra flamurin, ishte kapakje i gjithë fajnatës dhe ata luftun me të vërtet deri në fund. Me të vërtet do të më një krenar se cilë shqiptar, që ka pa atë ndeshje edhe që se ka pa. Unë niva shumë mirë se i ka ndalu ketë çdo hyrje, çdo flamur tonin, përderisa e kanë gjetë do individualca në mënyrë shumë veçantë për me qitë flamurin në stadium, u konim s'po di, as veç me përshkru që ka u konë ajo për se cilin për neve ma arvene. Veç që kërë ka psikën tem në dorë për herë të parë të tarën, kom konë ma emocioni ma mirë në herë që më pas, po edhe ty promë të konë emocion shumë ndryshë dhe emocion kështu i pa përshkru shumë. Momentin që po pash që flamuri jonë po valion të gjithë stadionet e tyre, tash neve jemi fitore, ne fituam ndeshjen, ne fituam më shumë se një ndeshje. Se Kosova dhe Shqipëria kanë qenë dhe do t'jenë çdo herë top që
shkallë si prek më dorë. E kam meritu plotësisht, një po bota çfarë fundrin ashe. Ja ku na lën kile mas pare. Në këtë forum, lirë është muna me thonë. Ndërsa, i uroj mirëseardhje Lelvin. Le të shohim spektaklin që e bojmë na shqiptarët. Provokim është me shku me ullë Shqipon në Moskë, në Karpate, prej ka e kanë originë, për kanë mënyrë si popull barbar është artë. Pasi se nuk është provokim, dhe nuk mundet më qëtë provokim ku Shqiponja ullet i bandeve. Qenë njerëzore nuk janë ata. Edhe nëse e kam pletuar pak me këtë, mendoj që nuk e kam prekur pjesën e racizmit, dhe pse realisht, shpirtërisht mendoj që vetëm racë nuk është ajo. Diçka tjetër mund tjetë, por racë njerëzore nuk është. Serbis kisha me thonë që mos me u shty me neve, se na, midis Beogradit, ja ulshojna flamurin, edhe të fluturan flamurin, edhe ata nuk kanë që ka me na bo, edhe si përshëndetje përfundimtare, ja u kësha vërshë. Artistët tanë reaguan, tani presim reagimin e krerëve të shteteve shqipfolse për të lënë në radhën vendimet të UEFA-s.